Edward Snowden në kishte lajmëruar, por askush nuk e çan kokën. Askush nuk e kupton që ne jemi thjesht një numër dhe që ky numër nevojitet jo vetëm për të prodhuar, pra për të prodhuar para, dhe do t'ju them se cili nga ne, pra së bashku me mua, por njëkohësisht edhe t'jetë i aftë që të manipulohet sipas dëshirave. Ndiqeni me vëmendje këtë material për të mirën tuaj. Ja blen që t'jeni të informuar. Kush është rastisht e t'i bëj like faqes që jemi sërish dhe faleminderit që jemi këtu bashkë. Edward Snowden u arrestua për të mirën e njeriut, pra për të mirën e njerëzimit. Sepse kështu thot shteti. Pra ishte një spiun, si mund themi, ose dikush që foli gjoja kundër shërbimeve sekrete, sepse tregoi sekrete të rëndësishme që nuk duheshin thënë, por më falni pak. A tham që ne, pra populli është ai që i ka dhënë votën atyre që janë në pushtet? A tham që është populli që ne duhet të mbrojmë, pra që shteti duhet të mbrojë? Atëre pse duhet të arrestonin një njeri që tha të vërtetën? Për çfarë arsye? Një e vërtet që për dikë duket e hidhur. Madje, më vonë menduan që të bënin disa artikuj, gjoja që Snowden kishte gabuar dhe kishte thënë disa gjëra që nuk kishin të vërteta. Për ata që nuk janë të informuar, Edward Snowden ishte në atë kohë, po është ende, edhe pse tani nuk është i arrestuar, por Edward Snowden është një inxhinier informatike. Dhe ishte një djalë mjaft në gjendje që të bënte çdo gjë në atë kohë. Pra po flasim në vitet pas viteve 2000. Dhe e kapën me njerë, e kuptuan me njerë që ky ishte i Zoti. Dhe në fakt, a ishte i daltinës 83, mos gaboj, kështu që ishte rreth 20 vjeç në atë kohë. Dhe e kuptuan që ishte i aftë dhe e morën, e futën në sistemin e tyre, derisa e provuan, pastaj e futën, ai bëri kërkesën dhe e futën në shërbimet sekrete. Pasi e futën në shërbimet sekrete, e mori edhe FBI, pastaj edhe CIA. Dhe ai punoi brenda. Dhe sipas gjasave ai tregoi disa fakte të rëndësishme që ja vlen që ju t'i dëgjoni sonte. E dini se ku bazohet i gjithë spionazhi sot? Nuk bazohet si dikur jo me pistoleta me budallë, që nuk i intereson askujt. Është ekonomia në radhë të parë. Pra ekonomia është baza e çdo gjëje në këtë planet në këtë moment. Sepse me anë të ekonomisë ti e shkatëron një komb, një njeri, këdo. Pra mjaft që ti ta lësh pa punë dhe e shkatërove, ai s'do ketë kohë që të mendoj që të bëj dëm ty, sepse ti e shkatërove atë. Pra kur ai është i gatshëm dhe ka para, ai nga momenti që ka para mundet përveç se i bën vetë gjërat, por mund të ketë edhe njerëz që i pagon ata njerëz që të bëjnë keq ty. Pra truku më i madh sot është baza e parë është paraja, pra që ta detyrosh dikë që ai të bëhet i varfër. Nga momenti që bëhet i varfër, e ke shkatëruar dhe e ke nën kontroll. Pika 2. Pika 2 janë informacionet. Informacionet që kanë që të gjithë. Pse shoqëritë më të mëdha insistohet që të jenë në Amerikë? Pra, po flas për social networks, pra për kompanitë e rrjeteve sociale. Pse? Pse insistojnë që të merrnin një pjesë, me fjalë, të aksioneve të TikTokut, për shembull? Sepse Facebooku, amerikan, YouTube-i, amerikan, pra janë ata më të rëndësishmit. Bile edhe Snapchat, me sa e kuptova unë, është marrë nga amerikanët. Dhe po thoshja, të gjitha këto, pra po insistohet, ashtu siç morën edhe 50%, mos gaboj 49% të aksioneve për Amerikën të TikTokut.
Pse si pas jush? Pikërisht pra, sepse brenda këtyre shoqërive të mëdha gjenden të gjitha informacionet tona. Gjenden e-mailet, gjenden ato mesazhet që dërgojmë, gjenden kontaktet që kemi, çdo gjë. Madje nuk mbaron me kaq, por disa kompani të mëdha kanë bërë ç'është e mundur që të rrëzojnë kompani të tjera që të kenë këtë që kemi ne në dorë, telefonin. Sepse telefoni digital është ai i ardhmja e njerëzimit dhe ai që do ketë çdo gjë brenda. Ai e ka aktualisht telefoni, por ato që do ketë më shumë, që do të vinë nesër. Dhe po mundohet me të gjitha mënyrat që ta ketë vetëm njëri. Tani po ju them, para disa viteve, unë kisha një telefon që ishte Microsoft, dhe Microsofti e hoqën. Bile, përpara Microsofti ishte Nokia. Pra, sepse Nokia punonte me Microsoftin. Dhe tani kanë mbetur dy kolos të mëdhenj. Ka dhe të tjerë, po janë shumë të vegjël. Ne po flasim për kolos. Një është Android, pra telefoni që përdorim, po thuj 90%, le temi 70% të botës. Android është i Google-it. Google i gjendet në Amerikë. Pra, telefoni, që edhe pse është në bashkëpunim me dikë tjetër, pra me Samsungu, telefoni ka sistemin operativ Android. Dhe tjetra, që është iPhone-i, që është iOS. Të dy këta janë që të dy gjigantët e Amerikës. Pra, nuk e kuptoni në njerë, shumë njerëz nuk e kuptoni, jo ju, por ne jemi këtu bashkë pikërisht për të kuptuar, që pjesa dërmuese e botës është nën kontroll. Pa e kuptuar, është nën kontroll. Pse po e them? Sepse brenda telefonit i kish çdo gjë. Gjëja e parë që është, se kjo është pika 3, gjëja e parë që është më e rëndësishme është që bateria e këtij telefoni, pra telefonave të sotëm celular, nuk fiket asnjëherë, pra nuk bëhet switch off, që ta bësh ti off on. Ti fik telefonin, por bateria është gjithmonë aty. Dhe ka një mikrofon të vogël, dhe ai mikrofoni regjistron çdo gjë. Dhe të gjitha regjistrimet mund t'i përkthesh edhe në shkrim apo si të duash. Bile një pjesë të këtyre regjistrimeve që janë zë, i përpunon një lloj sistemi që të nxjerrë konkluzion nëse po thua diçka ose jo. Nëse ti je në listën e atyre të rrezikshmëve, padyshim ke dikë që të studion, të dëgjon çdo ditë, që ti çfarë thua apo si e thua një gjë. Por ne të thjeshtët, për shembull, mund të shikojnë që të lidhin për ndonjë gjë që mund të i nevojitet, ose për ide të reja. Por që duhet të dini që të gjitha këto informacione i ke këtu, dhe të gjitha këto informacione shiten në shërbimet sekrete. E dëgjuat mirë, nga kompani të ndryshme, ose ato kompania të detyruara që t'u japin informacionin shërbimeve sekrete. Dhe një gjë që është pika 4. Pika 4 duan, përveç se kanë drejtojnë monopolin e parave në një pikësynim të caktuar, sepse si që thash më përpara, nëse kanë nën kontroll çdo gjë të detyrojnë ty që të shkosh diku, dhe ata me që se kanë bazën financiare, shkojnë pikërisht në atë drejtim, dhe ti pa e kuptuar u shkon pas, sepse je i detyruar, të detyrojnë që ti jesh i tillë. Se ndryshe ti nëse je ndryshe nga të tjerët, nëse edhe të kesh para, të bëj që mos të kesh as edhe një kokër lego brenda një dite. Po, e dëgjohet mirë. Tjetra, të bëjnë që ti të duash popullin në këtë rast, që kjo është pika 5, që bëjnë që populli të dojë diçka. Dhe tu po flasim për marketingun, sepse në këtë mënyrë populli shpenzon. Dhe çfarë bëjnë? Ata kanë nën kontroll të gjithë mediat, telefonat, çdo gjë. Dhe të detyrojnë ty që të ecësh në një pikë të caktuar dhe të duash diçka që atyre u intereson që e kanë nxjerrë në atë moment. Dhe baza ekonomike kryesore është populli, sepse nga populli qoftë sikur edhe 1 euro të shpenzoj populli në një javë, ja themi dhe në një muaj, para 10 euro në vit,
ata janë super miliarderë, sepse i gjithë ta njerëz, 8 miliard njerëz, hajde mos t'jenë 8 miliard, por tani, në qoftë se ty të detyrojnë të blesh diçka, për shembull, qoftë edhe 10 euro, apo 20 euro, brenda një kohe shumë të shkurtër ata kanë të ardhur financiare që nuk e keni iden. Pra Snowden e kishte thënë këtë me kohë. Mirë po shumë njerëz mendoni se ishte një xheloz, një njeri që hoqen nga puna gjoja, sepse ashtu shpërnda. Dhe që nuk, po flas për njerëzit normal, dhe që nuk ishin të vërtet ato që thanë, ato që tha ai, sepse e detyruan popullin edhe njëherë, e detyruan sipas diktimeve që ata kanë. Pra diktime që të çojnë drejt atij destinacioni që ata duan. Pra e detyruan sërish popullin me anë të medjave, pra të shkrimeve etj, që është ndryshe, nuk është ashtu siç thotë Snowden. Por e përsëris edhe një herë, të mbani mend që pushteti i vërtet janë ato 5 pikat që ju thash më përpara. Dhe 5 pikat zbatohen në mënyrë perfekte. Do kush ka do thotë po mirë, çfarë duhet bëjmë? Nuk mund të bëjnë dot asgjë. Normal që nuk mund të bëjnë dot asgjë. Askush nuk mund të bëjë dot asgjë. As politikanët s'bëjnë dot gjë. Askush. Sepse, siç ju thash, forca ekonomike është baza. Për shembull, me forcën ekonomike ti mund të blesh çdo gjë. Blen çdo gjë dhe shet çdo gjë. Zhduk çdo gjë dhe e rindërton çdo gjë me forcën ekonomike. Për shembull, ndonjëri do thotë, po ka disa shtete, okay, po mundohen, kanë filluar dhe po mundohen në të gjitha mënyrat që të rrëzojnë ekonominë e shtetit, të çdo lloji shteti, duke ngacmuar shtetin gjithmonë, që dal nga dal të bie jo vetëm ekonomia, por edhe prestigji i një qyteti, i një vendi, i një njeriu, dhe duke e zbehur figurën, qoftë një njeriu, qoftë një vendi, dal nga dal bie dhe ekonomia. Në momentin që bie ekonomia, e ke shkatëruar atë vend. Pra, unë them që pikat, këto 5 pika që ju tregova, janë baza. Baza e, më falni, janë baza e njerëzimit dhe të atyre që dominojnë këtë planet. Kështu që unë do dëshiroja një komentin tuaj, sepse secili duhet të paktën të ndërgjegjësohemi që ta dimë se çfarë ndodh. Pastaj bëjmë apo s'bëjmë, këtë nuk e di. Por është e rëndësishme. Dhe të më thoni nëse këto 5 pika që ju tregova mund të jenë themelore. Jo vetëm në jetën tonë, por edhe në të ardhmen e njerëzimit. Pres. Kalofshi bukur, natën e mirë.